Përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë kjo javë nga data 6 deri në datën 12 tetor për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit, por dhe te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim se si do jetë kjo javë. Në përgjithësi është një javë që do ketë të vërteta shokuese në lidhje me marrëdhëniet. Në datën 6 kemi Mërkurin në shenjën e Akrepit që do t'ju bëj që ju të shikoni përtej fjalëve dhe ngjarjeve. Ndërsa në datën 7 tetor kemi Hënën e plot në shenjën e Dashit që do flasim që arrin kulmin e vet, disa tensione, por do sjelli dhe vendime që nuk mund të shtyhen më, që do merrni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi është një periudhë që do filloj me disa sprova në lidhje me veten tuaj, me marrëdhënie, kuptim plote, por ndërkohë do shohim se si do ndikojë te gjitha shenjat e horoskopit. Është një periudhë që do sjellë dhe gëzime të vogla, do ketë mundësi në përmirësimin e marrëdhënieve, por edhe të financave. Dhe shohim me radhë të gjitha shenjat e horoskopit. Dhe fillojmë në lidhje me shenjën e Dashit, shohim se si do jetë kjo javë. Është një javë ku do keni çështje në lidhje me identitetin tuaj, me plagë, do shëroj plagë të vjetra, por do komunikoni dhe me kolegë dhe me partner të ndryshëm. Mund të jeni pak të tensionuar, thjesht shmangni ato nxitimet dhe tensionin që mund të keni gjatë kësaj jave. Gjithsesi është një periudhë që do rindërtoni marrëdhëniet tuaja. Dhe shohim, këtu kemi energjinë e shenjës së Dashit, energjitë shenjave të ujit, Akrepi, por dhe energjitë shenjave të tokës. Atëherë, ju shoh që ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që jeni në pritje, mund të jeni në pritje të një personi, në pritje të një dashurie për pjesën e personave që janë të lirë, në pritje të një përgjigjeje në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj ose në pritje të diçkaje nga ana financiare. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që do bini pak të trishtuar, jeni përqendruar në një lloj humbje. Dhe këtu mund të jetë humbja një dashurie, humbja një personi, humbje ekonomike për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të jetë edhe humbje financiare. Ose ju mund të llogarisni, keni humbur kohën, keni humbur shanse, mundësi në lidhje me gjithçka. Por kjo kartë ka dhe një këshill, ju sugjeron t'i lini gjërat të rrjedhin dhe të shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Duhet të dilni nga ky lloj trishtimi që ju keni. Gjithsesi në fund të javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen. Dhe këto mundësi dhe oferta janë si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, mund të jetë një ofertë pune, bashkëpunime të ndryshme, ose dhe në situata mund të jetë një oferta ekonomike. Gjithsesi ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me anën tuaj ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër do jetë një person shumë i dashur që do t'ju mbështesi në momentet që ju përqendroheni te një lloj trishtimi dhe te humbjet, te dështimet që mund të keni pas në jetën tuaj, dhe ky person është një energji femërore, shumë e dashur, por shoh që mund t'ju këshilloj, por edhe për një pjesë tjetër mund t'ju mbështesi edhe në lidhje me anën ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithve.
mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe shohim gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, në lidhje me ju, gjatë datës 7 do kemi edhe hënën e plot që është në shenjën e dashit, ndërsa në datën 6 kemi Mërkurin në Akrep që është përballë jush, Akrepi është në shenjë përballë jush. Gjithsesi është një periudhë, një fillim jave dhe një javë ku ju do përballeni ballë për ballë me frira dhe ankthet e fshehura. Ju do jeni do përdorni kohën për të bërë një pushim dhe për të bërë dhe vetë analiza në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Por gjithsesi kemi Venusin që do jetë në një pozicion miqësor dhe Venusi është planeti juaj. Kështu që do ketë projekte, do ketë që do jenë shumë krijuese, do ketë momente romantike që do t'ju mbushin, por dhe punë dhe çështje që kanë të bëjnë edhe me punën, por edhe nga ana shëndetësore. Dhe shohim se çfarë na thot taroti. Atëherë, kemi të bëjmë me energji toke që jeni ju vetë, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës. Shoh që tregoni shumë të mbyllur në lidhje me një dashuri. Ndoshta keni pas disa konflikte ose në mesin e javës do keni disa konflikte ose ju do përballeni me disa situata që më falni, mund të jetë një konkurrencë në dashuri, mund të jenë konflikte që mund të ndodhin. Dhe në fund të javës, unë shoh që ju do arrini të stabilizoni situatat. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që mund të jeni të mbyllur në lidhjet, në marrëdhëniet tuaja, ose edhe në situata të ndryshme. Ju do tregoni pak të mbyllur, edhe te vendi punës nga ana ekonomike, por gjithsesi kodin dhe çelësin e gjithçkaje e keni ju në dorë. Gjithsesi unë shoh që do merrni disa para në lidhje me punën, dhe është një shumë e konsiderueshme parash, por ndërkohë do mendoni ose të hiqni disa kursime, ose mund të mendoni edhe në lidhje me një investim. Mund të jetë një investim te vendi punës, një biznes, një partneritet, një bashkëpunim. Por shoh që aty do ketë ose konkurrencë, ose do lindin disa konflikte. Dhe këto mund të kenë lidhje më tepër e shoh me një blerje të madhe. Mund të jetë një blerje shtëpie, blerje makine, një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që të gjitha këto konflikte që do ndodhin, në fund të javës ju do arrini të stabilizoni situatat. Por unë shoh edhe një marrje të konsiderueshme parash. Është një shumë e mirë parash për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të ketë edhe blerje të ndryshme online. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mërkuri është sundimtari juaj, kështu që do vihet në provë në një aspekt pak të vështirë, dhe ju do ndjeni një përgjigje të menjëhershme nga të tjerët. Nuk duhet të reagoni me nxitim gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, kemi në datën 7 dhe hënën e plot në dash, kështu që për ju do jetë shumë miqësore dhe mund të sjelli edhe disa konflikte, si dhe vendime në lidhje me miqtë tuaj, me bashkëpunëtorët tuaj në ekip ose varet bashkëpunime të ndryshme që keni te vendi punës, dhe ju nuk do dini kujt i besoni, por thjesht duhet të distancoheni. Gjithsesi keni dhe Venusin aty që do t'ju sjellë gëzim në shtëpi, në familje ose në vendin ku ju jeni. Dhe shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ujit dhe përsëri energjitë shenjave të ujit. Shoh që keni ngecur në mendime negative, që në fillim të javës, ndoshta ju mendoni negativisht në lidhje me njohjet, mendoni që s'po gjeni një person në një rast. Në rastin tjetër mund të mendoni që gjërat s'ju ecin, mund të puna juaj nuk ecën normalisht, gjërat në marrëdhënie nuk ecin normalisht, ose te vendi punës nga ana ekonomike. Gjithsesi, ose në grupe njerëzish që mund të jeni.
Gjithsesi nuk ka asgjë nga gjërat që ju mendoni, sepse unë rrugën e shoh të hapur. Janë thjesht mendimet tuaja, dilni nga mendimet negative. Dhe këtu kemi të bëjmë energjinë e shenjës së gafores për gjithë ata që kanë lidhje. Shoh që bini në një lloj trishtimi në mesin e javës dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat. Ose në rastin tjetër mund të jeni përqendruar shumë gjatë gjithë kohës tek këto mendime negative dhe ju nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vinë. Por gjithsesi në fund të javës shoh një lloj çlirimi. Dhe këto mundësi dhe oferta mund të jenë thamë në lidhje me dashurinë, me punën, me shtëpinë, me familjen tuaj, nga ana ekonomike, mund t'i merrni situatat si keni. Gjithsesi, në fund të javës shoh një çlirim shpirtëror, por shoh edhe lajme të mira, sepse nga 4 kalojmë te 9 e kupave. Shoh që ju çliroheni, lajme të mira, do jeni më të gëzuar, do ndjeni më mirë në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Është një javë ku ju do përqendroheni më tepër në çështjet e karrierës, çështjet e familjes dhe do dëshironi që të vendosni ekuilibra aty. Gjithsesi kemi hënën e plot që është në shenjën e dashit ku ju do keni zhvillime në karrierën tuaj, por ndërkohë do merrni dhe vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Do jetë afër dita në harmoni me Jupiterin, që është në datën 8, kështu që ju do keni momente të këndshme me njerëz të afërt, në vend që të jeni në presion për të pasur gjithçka nën kontroll gjatë kësaj fundjave, është mirë domethënë të tregoni besim tek njerëzit që ju rrethojnë. Dhe shohim çfarë na thot taroti në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, që jeni ju vetë, por mund të keni dhe një lidhje me shenjat e ujit, jeni në energjinë e tokës, të demit dhe përsëri në energjinë e shenjës së demit. Gjithsesi, shoh që në fillim të javës ju do jeni më entuziast, do ndjeni më mirë, do keni lajme të mira, një fillim i ri, një njohje e re për pjesën e beqarëve. Gjithsesi, shoh që ju dëshironi të filloni diçka nga zerua, dëshironi të riskoni, të rrezikoni për të futur në një njohje ose për të vazhduar njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, dhe ju shoh shumë entuziast në lidhje me këtë gjë. Por në fund të javës shoh që disave prej jush, sikur ju mungon një person, ose një pjesë prej jush do ngelin me pak para në duar. Ndoshta ju dëshironi të rrezikoni në lidhje me për të hapur diçka, një biznes, nuk e di se çfarë, një bashkëpunim, një projekt, ose një partneritet, aty mund të shpenzoni shumë, se ju shoh që dëshironi të rrezikoni, të riskoni në lidhje me këtë gjë, edhe pse ndodheni me pak të ardhura në përduar, unë ju shoh që ju dëshironi të rrezikoni. Por në fund të javës do ngeleni me pak para, do ndjeni mungesën e dashurisë, do ndjeni të lodhur fizikisht, por duhet keni kujdes edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Gjithsesi, fillimi i javës është shumë i mirë, është ju bini të gëzuar me ide, me lajme të mira, me fillime të reja në dashuri, mund të jetë një njohje e re, por dëshironi të rrezikoni me këtë person dhe shoh që ose ju mungon një dashuri, ose ju mungon një person, nuk e di. Por nga ana ekonomike dhe në lidhje me punën duhet keni kujdes në lidhje me shpenzimet, të menaxhoni shpenzimet sepse shoh që ju do ngelini me pak para në përduar. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, por dhe një muaj sa më të mbarë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Atëherë, në lidhje me ju do keni kontakt me botën e jashtme, do zgjeroni horizontet,
mund të keni kontakte nëpërmjet rrjeteve sociale, mund të bëni udhëtime ose diçka tjetër. Gjithsesi me hënën e plot në shenjën e dashit, ju do keni qëllime afatgjata në jetën tuaj. Më falni. Do keni shumë diskutime në lidhje me studimet, me udhëtimet ose bashkëpunime jashtë vendit, por mund ta hasni dhe disa pengesa. Kështu që nuk duhet thjesht të dekurajoheni. Ndërsa me Venusin aty do sjelli përfitime ekonomike, mbështetje që do ndihmojnë që ju të ecni përpara. E rëndësishme është që të jeni të hapur ndaj mundësive dhe mbështetjeve që do t'ju vinë. Ne shohim se çfarë na thot taroti. Kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të zjarit përsëri. Nuk e di, por në fillim të javës, ju shoh që një sekret, një e fshet, ju ose do t'rregojeni, do mbani një sekret ose do zbuloni një sekret gjatë kësaj periudhe. Dhe kjo mund të ketë lidhje si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por dhe në lidhjet e vendit punës nga ana ekonomike, se jo të gjithë ndikon njësoj. Dhe kjo do t'ju bëjë në mes të javës që ju t'i lini këto probleme mbrapa dhe të tregojeni të kujdesshëm, se shoh që keni kaluar shumë probleme. Dhe këto probleme mund të jenë probleme në lidhje me dashurinë, tham, në lidhje me marrëdhëniet, me punën, nga ana ekonomike. Dhe ju do tregojeni të kujdesshëm në lidhje me një person. Por shoh diçka zbulohet këtu, një sekret ose një e fshet, ose ju jeni ata që mbani një sekret. Dhe shoh që do jeni në pritje të një përgjigjeje nga një person. Ju dëshironi të arrisni këtë dashuri në një njohje, lidhje ose marrëdhënie, duke u treguar të kujdesshëm, dhe kjo do t'ju bëjë që ti jeni në pritje të këtij personi. Për pjesën tjetër, mund të keni kaluar probleme në vendin e punës, që ju i mbani sekrete këto probleme. Mund të jenë probleme në marrëdhëniet tuaja, probleme nga ana ekonomike, dhe shoh që do kujdeseni shumë në lidhje me këtë gjë për t'i çuar gjërat para. Dhe ju shoh në pritje, mund të jenë në pritje të udhëtimeve, të studimeve, të një përgjigje të vendit punës, të një përgjigje ekonomike. Situatat mund t'i merrni ashtu si i keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, si do jetë kjo javë në lidhje me ju? Ju gjatë kësaj jave do keni mundësi të përmirësoni marrëdhëniet tuaja personale. Ose do keni dhe momente intensive gjatë kësaj periudhe, gjithsesi do kemi dhe hënën e plot në dashje, do jetë në datën 7, kështu që te ju do ndikojnë në lidhje me taksat, me kredit, me investimet. Ju do ndriçoni anën tuaj financiare, dhe kjo do ketë lidhje më tepër me palë të treta, por mund t'ju bëhet edhe presion për të gjetur një zgjidhje në lidhje me çështjet të pazgjidhura. Dhe këtu flasim në lidhje me taksa, kredi, investime ose situata të ndryshme. Gjithsesi do ketë disa tensione, diskutime në lidhje me parat, me marrëveshje të ndryshme që mund të keni. Thjesht tregoni të kujdesshëm. Por gjithsesi do kaloj kjo gjë, sepse në datën 8 kemi Venusin dhe Jupiterin aty që do t'ju bëjë që ju të merrni frym pak më lirisht në lidhje me ekonominë, në lidhje me financat tuaja. Dhe shohim se çfarë na thot taroti. Kemi energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ajrit përsëri. Ju mund të keni dhe ascendente ose hënën në këto shenja. Shoh që do e filloni një javën me flerte për një pjesë prej jush, një pjesë tjetër ndoshta me lajme të mira, ose ju dëshironi të dhuroni një kup emocione në lidhje me një person, por shoh që mund të keni të bëni dhe me një person që tregohet shumë i nxituar në marrjen e ndoshta në thënien e disa fjalëve. Dhe kur themi nxituar, mund të thotë fjalë që nuk duhet i thotë në lidhje me ju. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, është person që është i vrrullshëm,
është një natyrë e nxituar, dhe ju këto fjalë që do t'ju thot ky person, unë shoh që do t'ju ngecen në mendimet tuaja. Dhe ju do mendoni gjatë gjithë kohës negativisht në lidhje me këtë person. Por gjithsesi, rruga është e hapur, janë thjesht mendimet tuaja. Ndoshta edhe qëllimi i personit nuk është negativ, është thjesht sepse ky person tregohet pak i nxituar. Këtë mund ta merrni si në lidhje me njohje, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jetë te vendi i punës, ku ju merrni një lajm të mirë, por një person ndoshta do reagoj pak në mënyrë të nxituar, në mënyrë të vrrullshme. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mendoni negativisht në lidhje me këtë person. Thjesht largoni mendimet negative, qëllimi i personit nuk e shoh negativ, thjesht që ju e keni rrugën të hapur dhe janë mendime thjesht në kokën tuaj, nuk ka lidhje me asnjë gjë tjetër. Këtë mund ta merrni si në lidhje me marrëdhënie të ndryshme, shoqërore, familjare, nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që jeni. Shoh që do keni dhe udhtime. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën e peshores. Ju uroj një javë dhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it ose te WhatsApp-i. Dhe shohim si do jetë kjo javë. Ju do jeni në qendër të vëmendjes sepse kemi diellin në Mërkur. Dhe kështu që marrëdhëniet dhe komunikimi juaj do jenë pak nuk e di, të tendosura, do jeni pak me nerva të tendosura. Gjithsesi, në datën 7 kemi edhe hënën e plot që është në shenjën e dashit, kështu që ju do keni sqarime të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me njohjet, lidhjet, marrëdhënie të ndryshme familjare, marrëdhëniet e vendi punës. Dhe këto diskutime do jenë në lidhje me diçka që nuk ecën përpara, nuk përparon në lidhje me ju. Ndoshta është një periudhë ku ju do tregoni dhe ato plagët tuaja dhe do keni nevojë për mirëkuptim nga personat që mund të keni përballë, në njohjet që jeni, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja, te vendi punës. Por në fund të javës ju do mendoni më tepër se cilët njerëz ja vlen që ju të mbani në jetën tuaj dhe cilët jo. Kështu që është një periudhë sepse kemi Venusin aty që do t'ju japi pak gëzim në fund të javës dhe do jeni më të moderuar gjatë kësaj fundjavë. Dhe shohim se çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, shoh që në lidhje me ju keni të bëni me energji të shenjave të ujit. Këtu kemi 4 energji, energjinë e shenjës Luanit, energjinë e shenjës së Demit, Akrepi, Virgjëresha dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh që keni emocione në lidhje me një person, dëshironi të shkoni drejt i personi, por dhe personi sigur dëshiron të vi drejt jush. Këtu flasim për gjithë ata që janë të lirë dhe dëshirojnë të futen në një njohje. Shikoj që personi është në distancë ose mund të jetë në distancë, gjithsesi janë leximet përgjithshme, dhe ju do ngeceni në mendime negative. Nuk e di pse do mendoni negativisht në lidhje me këtë person, por unë shoh që rruga është e hapur, nuk ka lidhje me mendimet tuaja. Dhe kjo kartra në disa lexime, në disa shenja. Gjithsesi, shoh që keni lajme të mira, mund të jenë lajme nga një person i dashur, nga familja juaj, nga fëmijët tuaj. Do të jepni drejtim situatave që mund të keni në lidhje me gjithçka. Këtu kemi dhe energjinë e gaforis, sepse ka shumë energji kjo kartë, jemi te karta e karocës, por edhe rrota e fatit, ku do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para, por gjithsesi ju ngeceni në mendime negative. Këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së binjakëve. Thjesht ngeleni ose do ngeceni në fund javës duke menduar negativisht në lidhje me diçka. Por rruga është e hapur, gjërat nuk janë si mendoni ju, thjesht dilni nga energjia e mendimeve negative. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim
Do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë si do jetë java për ju? Në datën 6 tetor kemi Mërkuri në shenjën tuaj, që do t'ju shtyjë më tepër drejt mendimeve. Ndoshta mund të keni edhe disa momente të vështira, mund të ketë përmbysje të ngjarjeve të paparashikuara në lidhje me marrëdhëniet. Me marrëdhënie në njohje, lidhje, marrëdhënie që keni në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme. Por kemi hënën e plot në shenjën e Dashit, që është në datën 7, dhe për ju do ndikoj shumë nga ana profesionale. Ju duhet të shmangni ndoshta punën e tepruar ose të kujdeseni më tepër për shëndetin tuaj, të dilni nga ato detyrimet e përditshme që ndoshta e ngarkoni veten shumë. Dhe këtu kemi Marsin që do jetë në aspekt në shenjë me Saturnin, që është në datën 10, dhe ju jeni të thirrur për disiplinë. Kjo do të thotë që mos merrni rreziqe, por të përdorni një lloj strategjie, të dëgjoni instiktet tuaja për të dalë fitimtar. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Dhe shohim se çfarë na thot taroti. Atëherë, ju mund të keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, shoh këtu, ose mund të keni ascendenten ose hënën, shenja e luanit dhe shenjat e ujit, konkretisht shenja e gafores. Shoh që nuk e di, do keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një person që vjen drejt jush. Këtu flasim për gjithë ata që janë të lirë. Është një person që ka kaluar sfida, vështirësi dhe do gjej forcën për të ardhur drejt jush. Dhe këtu mund të kundërshtojni me këtë person në lidhje me një dashuri flasim. Në rastin tjetër, kjo mund të ketë lidhje me gjithsesi ju shoh që në fund të javës do bini pak sikur e refuzoni këtë person, ose në rastin tjetër jeni përqendruar kaq shumë nga e përditshmja juaj, saqë ju nuk e shikoni këtë person që vjen drejt jush. Për një pjesë tjetër, mund të keni disa situata tensioni, ose mund të ketë disa tensione të ndryshme, dhe këtë mund ta merrni si te vendi punës, në marrëdhëniet tuaja, ose edhe në situata të ndryshme, por ju shoh që do përballeni me disa sfida këtu, por ju do gjeni forcën për të vazhduar përpara. Dhe ju shoh që mund të bini pak të trishtuar në fund të javës, por ju do gjeni forcën dhe do shikoni mundësit dhe ofertat që do t'ju vinë. Dhe këtu bëhet fjalë oferta dhe mundësinë lidhje me dashurinë, lidhje me punën nga ana ekonomike, për disa të tjerë mund të ketë bëjë me shëndetin, me studime të ndryshme, por dhe me gjithçka tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju të shenjës së Shijetarit, është një javë ku do kemi edhe hënën e plot në shenjën e Dashit, dhe ju jeni një energji zjarri, njësoj si edhe Dashi, por gjithsesi është një javë ku do nxjerrë në pa ato jetën tuaj të dashurisë. Do jeni shumë krijues në lidhje me marrëdhëniet me fëmijët tuaj, por duhet keni kujdes sepse do keni disa tensione, do jeni pak në dilema, por mund të ketë edhe momente intensive që ju të ndjeni të gëzuar. Gjithsesi do ketë çështje në lidhje me miqtë tuaj, me partneritete të ndryshme, dhe ju mund të ketë disa konflikte aty, po ju do mundoheni që të vendosni ekuilibra në situata të tilla. Ndërsa me Jupiterin dhe Venusin aty, ju do keni plane nga ana profesionale, do keni mbështetje në lidhje me punën tuaj ose me profesionin tuaj, ose bashkëpunime të ndryshme, dhe aty do fitoni dhe forcën dhe besimin. Atëherë shohim edhe në lidhje me ju
kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së dashit, energjitë shenjës së ujorit dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë ju shoh, më falni, të ajrit, jo të zjarit. Atëherë ju shoh që ju jeni në pritje. Mund të jenë në pritje të një përgjigje nga një person, në pritje të një dashurie, në pritje të një përgjigje me marrëdhënie tuaja, ose një përgjigje nga fëmijët tuaj, dhe shoh një realizim në lidhje me ju. Ndërkohë, këtu mund të prisni përgjigje nga puna, nga ana ekonomike, mund t'i merrni përgjigje nga më të ndryshmet. Gjithsesi, në mes të javës shoh që ju realizoni diçka, është diçka që e keni manifestuar. Ndoshta prandaj keni qenë në pritje për të bërë diçka. Shoh që do ta realizoni në fillim në mes të javës dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave që ju keni. Dhe në fund të javës ju shoh që përballeni me shumë pengesa, por gjithsesi ju do t'ja dilni në lidhje me planet dhe planet që do bëni për të ardhmen, në lidhje me gjithçka. Shoh realizim, pavarësisht se ka pengesa, ju ja dilni me sukses. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë për gjithë ju. Është një javë ku do ketë tensione në shtëpi, në vendbanimin ku jeni, në lidhje me familjarët tuaj, me pasuritë të patundshme, por edhe me rënjët tuaj, me familjen tuaj më të gjerë. Gjithsesi, aty do keni disa pengesa në karrierë, vonesa diskutime edhe në lidhje me punën nga ana profesionale. Thjesht nuk duhet të nxitoheni dhe tregoni pak të kujdesshëm gjatë kësaj jave. Por gjithsesi do kemi Venusin në aspekt pozitiv me Jupiterin që do t'ju ndihmoj që ju të vendosni ekuilibra. Dhe këtu flasim ekuilibra midis punës dhe familjes, ose midis karrierës tuaj dhe stabilitetit tuaj të brendshëm, në mënyrë që ju të arrini t'i përballoni me sukses të gjitha këto situata. Dhe shohim se çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit. Për gjithë ju, energjia e shenjave të shenjës së Briciapit, jeni në energjinë tuaj, dhe energjia e shenjës së Dashit. Shoh që do tregoni pak të nxituar, të vrrullshëm, në lidhje me fjalët që do thoni. Duhet jeni të kujdesshëm në fillim të javës. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, me një person që ju e doni, por që do tregoni të nxituar në lidhje me këtë person, duke thënë dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me marrëdhëniet tuaja, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Është një fillim jave që të mundoheni të tregoni kujdes në lidhje me gjithçka. Gjithsesi, në mesin e javës ju shoh me qëllime në veten tuaj. Ju do t'i vendosni qëllime vetes për të futur në një njohje të re, ose për të çuar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para, sepse shoh që merrni iniciativa. Në rastin tjetër, në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe në fund të javës, ju shoh që do merrni iniciativa të ndryshme. Do keni kontrata, iniciativa në lidhje me dashurinë për të futur në një njohje të re, sepse ju shoh që i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë gjë. Ndërsa për një pjesë tjetër, mund t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një kontratë, të merrni iniciativa. Kontrata mund të jetë shtëpie, pune, kontrata të ndryshme, por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Por iniciativat mund t'i merrni dhe nga më të ndryshmet. Gjithsesi është një javë e mirë, thjesht tregoni të kujdesshëm në fillim të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për leximin private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Më falni që flas shpejt, por jam e detyruar sepse është një video shumë i gjatë. Gjithsesi, në lidhje me ju do keni një komunikim shumë intensiv gjatë kësaj jave, do keni kontakte, do keni diskutime, do keni udhtime, por do keni dhe keqkuptime. Kështu që duhet keni kujdes në lidhje me gjërat që ju premtoni. Domethënë, është një fillim jave që duhet keni kujdes në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi do kemi hënën e plot që është në shenjën e dashit dhe ju do keni më tepër te ju do ndikojnë në komunikim, në lidhje me komunikimin tuaj, me zbulime të papritura që do keni dhe vendime të papritura që ju do merrni. Gjithsesi kemi Venusin aty që është në presion, do t'ju ndihmojnë në lidhje me financat tuaja, por financat tuaja do kenë lidhje më tepër me palë të treta, jo drejt për drejt me ju. Dhe do keni dhe mbështetje në lidhje me diskutime dhe investime të ndryshme që ju do bëni. Por është një javë ose një periudhë ku ju do jeni në lëvizje, por duhet jeni më të disiplinuar dhe të jeni hapa në lidhje me punën tuaj. Gjithsesi shohim se çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Doli e njëjta energji si në një lexim tjetër, gjithsesi këto karta dalin. Shoh që do keni flerte, romanca gjatë kësaj periudhe, por do bini shumë të trishtuar në lidhje me humbje në një dashurie. Humbje në një personi, një humbje ekonomike, një humbje, një dështim që mund të keni pasur, por kjo kartë ka këshill dhe ju këshillon që të çoni kokën, të lini gjërat të rrjedhin dhe të shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Mos u përqendroni në trishtime ose në humbje të skaluarës, sepse nuk mund të ktheni asgjë mbrapsht nga ato që keni humbur. Shikoni dhe mundësitë dhe ofertat për të ecur përpara. Dhe shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale. Dhe këtu nuk ju thash, keni të bëni komplet me energji të shenjave të ujit, kemi energji të shenjave të peshqve, të gafores këtu, por dhe të akrepit janë të treja, është komplet energji ujit. Gjithsesi, shoh që keni paqartësi, frikra emocionale, por duhet keni kujdes dhe në lidhje me prapaskena të ndryshme, që mund t'ju bëjnë gjatë kësaj jave. Do keni lajme të mira për një pjesë tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike, por gjithsesi dilni nga ky përqendrim në lidhje me humbje dhe dështimet që mund të keni pasur. Shikoni mundësitë dhe ofertat, por mos i shikoni me frikë dhe me pasiguri, sepse ju shoh që ndjeni shumë të pasigurt, keni frikëra brenda vetes, por ndërkohë keni paqartësi, por duhet keni kujdes dhe nga prapaskenat në fund të javës. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, do shohim si do jetë java edhe në lidhje me shenjën tuaj. Do ketë disa vonesa, do keni paqartësi në lidhje me marrëveshje të ndryshme që mund të keni, ose edhe në lidhje me pagesat. Gjithsesi, në fillim të javës, në datën 7 kemi hënën e plot në shenjën e dashit, kështu që tek ju do ndikojnë në lidhje me burimet tuaja personale, por mund të keni dhe disa tensione aty, në lidhje me shpenzimet që do keni, në lidhje me vlerën tuaj personale. Thjesht mos u tregoni të rëmbyer, mos u tregoni impulsiv gjatë kësaj periudhe, sepse kemi ndikimet e hënës së plot. Kështu që gjithsesi do keni pak stres dhe duhet të punoni më shumë në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Por do kemi Jupiterin datën 8, kështu që do keni biseda më të këndshme, do keni me kolegët tuaj, por do keni dhe mbështetje nga kolegët te vendi punës. Por dhe në lidhje me situatat të ndryshme. Atëherë do shohim se çfarë thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj.
Atëherë, ju shoh, keni të bëni me energji të shenjës së luanit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ujit. Dhe ju shoh që ju do jeni duke i dhënë drejtim situatave, edhe pse mund të jeni në disa tensione, situata pak të vështira ose pak të stresuar, unë ju shoh që do të jepni drejtim. Dhe këtu ka lidhje, si në lidhje me njohjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Një pjesë prej jush e shoh në udhëtime dhe e shoh shumë fort në udhëtime. Në mesin e javës, ju shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata të ndryshme, bashkëpunime që do keni, dhe në fund të javës ju shoh që do jeni edhe duke e festuar. Kjo ka lidhje si në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por mund ta merrni edhe në situata të ndryshme. Për një pjesë tjetër mund të shkoni në një udhëtim, në një festë që mund të keni gjatë kësaj fundjave. E rëndësishme është që ju i jepni drejtim gjithçka, i jepni drejtim njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, punës tuaj, kontratave të ndryshme që mund të keni ose bashkëpunimeve gjatë kësaj periudhe. Ju shoh që do keni shumë pasion gjatë mesit të javës, por ju shoh edhe me festime, por edhe të mbledhur me grupe njerëzish, ndoshta me persona shumë të ngushtë që mund të keni rreth jush. Atëherë kjo ishte edhe për shenjën e peshqve, ju uroj edhe ju një javë të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju uroj një javë dhe një muaj sa më të mbar, por ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video, një mbasditë sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.